Në këtë insert, do të njihemi me shenjat e zodiakut që do të gjejnë dashurinë deri në fund të këtij muaji. Gaforja. Për gaforët fundi i muajit është veçanërisht i favorshëm për zhvillimet romantike. Jupiteri ndriçon këtë shenjë duke rritur favorin dhe duke tërhequr përvoja të reja. Me 26 nëntor ai formon një trinj në Venusin në zonën e horoskopit që lidhet me dashurinë, duke sjellë pasion intensiv dhe perspektiva për njohje të reja. Mërkuri retrograd ndikon gjithashtu në sektorin e romancës, duke rritur shanset për të rilidhur me njerëz nga e kaluara. Një takim i rastësishëm ose online mund të ringjallë një histori të vjetër. Akrepi. Për akrepët, kjo periudhë është intensivisht dashurore. Venusi në shenjën e tyre rrit charmin dhe e bën tërheqjen e njerëzve të rinj më të lehtë se kurrë. Kontaktet shoqërore këtë ditë mund të sjellin njohje të mundshme, ndërsa fantazitë dhe dëshirat kanë një shans më të madh për t'u realizuar. Ata që udhtojnë ose janë në mjedise të reja mund të takojnë njerëz që nuk janë në llojin e tyre të zakonshëm. Ja vlen t'i lini vend të papriturës. Peshqit. Peshqit mund të mos jenë duke kërkuar asgjë të menjëhershme ose të përkushtuar, por fundi i muajit sjell perspektiva të forta për përvoja të reja romantike. Mundësitë janë të shumta dhe atmosfera për flirt forcohet, edhe nëse ndjenjat nuk janë plotësisht të qarta. Fundjava favorizon lidhje me kuptim plote, pavarësisht nëse zhvillohet një ekskursion apo jo. Mund të ketë një tërheqje me dikë që jeton diku tjetër ose ka një stil jetese të ndryshëm. Me pak durim, kjo dinamikë re mund të zhvillohet me një ritëm të qëndrueshëm dhe të bukur. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.